Shumë shpesh kur fillojmë që të bëjmë disa negociata, klientët më pyesin: "Ore, ç'është ky kapari negocimit, sepse nuk e kemi dëgjuar asnjëherë." Dhe ditën e sotme dua t'ju sqaroj dhe t'ju informoj se çfarë do të thotë një kapar negocimi. Kapari negocimit është një shumë simbolike, e cila tregon nga ana juaj një interes konkret për pronën që juve keni parë tashmë dhe keni pëlqyer dhe që jeni vendosur deri diku për ta blerë atë pronë, por keni disa kushte specifike. Dhe në kaparin e negocimit vendosen dhe shtjellohen të gjitha kushtet që ju kërkoni, duke filluar ndoshta në rastin konkret edhe me uljen e çmimit. Pra me pak fjalë, ju shkoni tek shitësi dhe i thoni: "Shiko, unë jam interesuar për pronën tuaj, por çmimi juaj është 145.000 euro dhe unë jam interesuar për ta blerë 140.000 euro. Urdhëro këtë shumë simbolike, të cilën do të bëj ty që të mendohesh dhe ta kalkulosh dhe të kuptosh që kjo ofertë të cilën unë po bëj është realisht serioze dhe unë jam vërtet i interesuar për pronën tuaj." Po e bëj këtë video sepse shpesh shikoj nga klientët të cilët kaparin e negocimit e shikojnë si sulm dhe shikojnë si një humbje kohe apo si diçka të cilën nuk duhet të realizohet, kur në fakt ajo ju mbron juve dhe ju pozicionon akoma dhe më mirë në marrëveshjen dhe në negociatat që juve po nisni. Megjithatë, duhet thënë që kapari i negocimit nuk është marrëveshja përfundimtare. Ajo është thjesht një kornizë e cila ju bën që të dy palët të filloni një negociat. Nëse do të dish më shumë informacione rreth procedurave se si të pozicionohesh më mirë në ofertën tuaj dhe në kërkesën tuaj, më kontaktoni.